Dhe kështu e shfrytëzoj rastin të nderuar vëllezër që ti motivoj vëllezërit që të fillojnë me mësu Kur'anin përmes. Sepse Ebu Bekr as-Siddiq ka fillu mësimin e Kur'anit të përmend, kur i ka pas 38 vjet. Dhe do të thonë asnjëherë nuk është vonë, ai që ka për shembull 30, 40, edhe 50, Sheikh Abadi ka mësuar është bu hafiz i Kur'anit në 50 vjet. Ebu Bekr as-Siddiq e nis dinin, islamin, davetin, ilmin e nis në 38 vjet. Mrenda 25 viteve bëhet pra edhe hafiz i Kur'anit, bëhet edhe dietar, edhe bëhet edhe thirrësi më i mirë, edhe sakrifikuesi më i mirë për këtë din. Ka dhënë tërë pasurinë e ka dhënë për këtë fe. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thonë felja ummukum aqra'ukum bi kitabillah, le të bëhet imam tek ju ai që më së miri e lexon Kur'anin. Ebu Bekr as-Siddiq ka qenë hafiz i Kur'anit, prandaj në sëmundjen e vrusu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha le të bëhet imam Ebu Bekr as-Siddiq. Prandaj nëse të ndëruar asnjëherë nuk është vonë, fillo. Prej sot fillo që ta mësojsh Kur'anin, të jetojsh me Kur'anin. Sepse ai që e mëson Kur'anin, që fillon ta mësoj Kur'anin, jeton me Kur'anin. Prandaj Ebu Bekr as-Siddiq ka jetuar me Kur'anin. S'ka mundësi në musliman me qenë në rrugën e pejgamberit alayhis salam pa lexu Kur'an, pa mësu Kur'an, pa mësu dituria. Me dituri, duke lexu, duke mësu, duke praktiku, duke thirr, kështu Ebu Bekr as-Siddiq ka arrit grada të larta, e ka fituar domethënë epitetin domethënë më të lartë, sahabiu më i mirë, me iman më të fortë, më i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që Muhamedi sallallahu sikur të kishim pas një Khalil përveç Allahut, Khalil të dashur, e kishim pas Ebu Bekr as-Siddiq. Prandaj asnjëherë nuk është vonë.